Aldo, për ty kush është dasma VIP më e bukur e organizuar ndonjëherë? Me qënë se jemi në një vit kur kjo dasma ka ndodhur, për mua një nga dasma më të bukura kam qenë ka qenë dasma e Sindit edhe Genarit, që është mbajtur këtë shtator. Do më shtatorin që lam pas. Ishte në gjykimin tim, gjithë energjia që i ftitu për cëll të gjithë të ftuarit edhe qefi që është bërë në atë dasëm, si me thënë, është bërë në pak dasma ku unë kam qenë prezent. Po fol shumë ajo dasma për shpenzimet, a ishte vërtet një dasëm super luksoze? Nuk e besoj, unë kam qenë aty, Nandi ka qenë. Do të thonë, tash për këto 30 vjet e fundit unë me këtë punë jam marrë dhe kam një sy eksperti si rallkush, më njanë modestia. Unë them që u amplifikua nga politika. Interesante që të bëheshin pjesë shumë eksponent politik, dhe sigurisht që zonja Topalli është një nga ato që është po pavarësisht saj, a ishte një dasëm e shtrenjtë? Jo, unë them që në Shqipëri janë bërë shumë të shtrenjta se saj. Po si janë bërë. Dhe ishte një dasëm që ka logjik në të gjitha, sepse prindërit e Sindit e kishin dasmën e parë në familje, ishte martu djali i tyre, por nuk ishte po dasëm, dhe kjo ishte festa e parë në familje që ato kishin. Dhe doni ta bënin si doni vetë. Gocën e vetë me dritën e syve, doni ta martoni si doni atë. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.